Kush ishte mbreti i lirë që e qoi Maqedoninë drejt kolapsit dhe e detyroi të paguante haraq? Emri i tij ishte Bardhyl. Ai nuk lindi në një pallat dhe nuk trashëgoi një fron. Burimet e përshkruajnë si një njeri me prejardhje të thjeshtë që kishte punuar si qymyrgji dhe minator. Por fal guximit, aftësive ushtarake dhe mbështetjes së luftëtarëve, Bardhyli arriti të merrte pushtetin dhe të bashkonte disa prej fiseve ilire jugore. Në drejtimin e tij, mbretëria ilire u shndrua në një nga fuqitë më të frikshme të Ballkanit të sotëm. Qendra e sundimit të Bardhylit mendohet se ndodhej në hapësirën përreth liçenit të Ohrit dhe Prespës. Prej andej ai nisi zgjerimin drejt Maqedonisë e Epërme dhe Epirit, duke fituar betejat të një pas njëshme kundër Maqedonasve. Rreth vitit 393 para Krishtit, Bardhyli mundi mbretin Maqedonas, Amyntaj III, e dëvoi atë nga vendi dhe për një periudhë ushtroi kontroll mbi Maqedoninë. Më vonë, Maqedonasit u detyruan t'i paguanin mbretërisë së tij edhe haraq vjetor. Por goditja më rënd do të vinte në vitin 359 para Krishtit. Mbreti Perdikaj III marshoi kundër ilirëve, duke shpresuar se do ta thyente një herë përgjithmonë fuqinë e Bardhylit. Përfundimi ishte shkatërrues. Ushtria maqedonase u mposht rënd. Perdika humbi jetën dhe bashkë me të ranë mijëra ushtar. Maqedonia u zhyt në panik. Teritoret të mëdha të saj mbetën nën kontrollin ilir dhe mbretëria ndodhej pranë kolapsit. Në atë moment, në fron erdhi Filipi i dytë, babai i Aleksandrit të Madh. Fillimisht Filipi u detyrua të siguronte paqen me Bardhylin, ndërsa forconte pushtetin dhe rindërtonte ushtrinë e tij. Por në vitin 358 para Krishtit, dy mbretërit u përballën në një betejë vendimtare. Bardhyli tashmë ishte rreth 90 vjeç, por përsëri udhëhiqte vetë luftëtarët e tij. Për një kohë të gjatë, formacioni ilir i rezistoi sulmeve maqedonase. Megjithatë, ushtria e reformuar e Filipit arrinti të çante një rinkrah të vijes ilire dhe ta kthente betejën në favorin e saj. Ilirët u detyruan të tërhiqeshin, ndërsa Bardhyli besohet se humbi jetën gjatë ose menjëherë pas përballjes. Edhe pse u mposht në betejën e fundit, Bardhyli kishte arritur diçka që pak sundimtarë të kohës mund të ëndërronin. Kishte bashkuar fisët ilire, kishte krijuar një dinasti të fuqishme dhe kishte shndruar Ilirinë në një fuqi rajonale. Ai ishte mbreti që para ngritjes së Filipit dhe Aleksandrit të Madh e kishte gjunjëzuar Maqedoninë.